Mjeku që haron veten. Spitali nuk flinte kur. Dritat e bardha të korridoreve rinin ndezur 24 orë, si një kujtesë e vazhdueshme se jeta dhe vdekja nuk kishin orar. Në katin e tretë, në repartin e urgjencës, hapat e shpejt, zërat e ulët dhe alarmet e aparaturave krijonin një muzikë të ftohtë, të pandalshme. Ardiani ishte pjesë e asaj muzike. Ai ishte një nga mjekët më të mirë në spital. Të paktën kështu thoshin të gjithë kolegët, pacientët, madje edhe drejtori. Ai kishte një aftësi të rrallë për të qëndruar i qetë në kaos. Kur të tjerët humnin për qëndrimin, ai bëhej më i saktë. Kur të tjerët panikoheshin, ai merrte vendime. Por kishte një detaj që askush nuk e shihte, ose ndoshta askush nuk donte ta shihte. Ardiani nuk kujdesej për veten. Doktor, pacienti në dhomën 6 po përkeqësohet. Infermierja e re mezi mbante frymën ndërsa fliste. Ishte ora 02:17 e mëngjesit. Ardiani nuk reagoi me njëherë. Ai po mbante një filxhan kafeje në dorë, të pestën për atë natë. Syt i kishte të skuqur, fytyra e zbetë, por duart i qëndronin të qëndrueshme. Po vi, tha ai shkurt. Ai e la kafen për gjysmë dhe u ngrit. Nuk e kishte prekur ushqimin që nga mëngjesi i kaluar. Në fakt, nuk ishte hera e parë. Kishte ditë që haronte të hante. Jo sepse nuk kishte kohë, por sepse kishte gjithmonë diçka më të rëndësishme. Pacientët, gjithmonë pacientët. Në dhomën 6, situata ishte kritike. Një burr rreth të 50-ave, me probleme të rënda në zemër, po luftonte për çdo frymarrje. Ardiani u fut pa hezitim. Presioni, po bie, doktor, përgatitni adrenalinën. Shpejt. Zëri i tij ishte i qetë, i prerë. Nuk kishte vend për emocione. Ai lëvizte me saktësi kirurgjikale, si një makinë e programuar për të shpëtuar jetë. Pas 20 minutash tensioni, pacienti stabilizohet. Një tjetër jetë e shpëtuar. Si e bën këtë? Pyeti infermierja më vonë, ndërsa mbështetej në mur, ende e tronditur. Ardiani ngriti supet lehtë. Thjesht bëj punën time. Por nuk ishte kaq e thjesht. Ai nuk flinte mjaftueshëm, nuk u shehej si duhet, nuk bënte asnjë kontroll mjekësor për veten. Ironia ishte pothuajse e dhimbshme. Një mjek që dinte gjithçka për shëndetin, por nuk zbatonte asgjë për veten. Në shtëpi, heshtja ishte e rëndë. Apartamenti i tij ishte i pastër, i rregullt dhe bosh. Nuk kishte fotografi familjare në mure. Nuk kishte gjurmë jete. Vetëm libra mjekësor, disa dokumente dhe një divan i përdorur për gjumë të shkurtër. Ai hyri rreth orës 05:30 të mëngjesit. E hodhi çantën në një karrige dhe u ul pa energji. Për një moment, vetëm për një moment, ndjeu një therrje të lehtë në gjoks. U ndal, e injoroi. Lodhje, murmuri. Ai ushtri pa u ndëruar fare. Telefoni i tij ende dridhej nga mesazhet e spitalit, por ai nuk kishte fuqi të përgjigjej. Syt i u mbyllën me njëherë. Kur u zgjua, ishte ora 09:10. Kishte vetëm 30 minuta për t'u kthyer përsëri në punë. Ai u ngrit me vështirësi. Koka i rëndonte. Trupi i dukej i huaj, por nuk kishte kohë për t'u menduar. Një dush i shpejt, një tjetër kafe, asgjë për të ngrënë, dhe përsëri në luftë. Ditët kalonin pa dallim. Njësoj, urgjencë, pacient, kafe, pa gjumësi, heshtje, derisa një ditë, diçka ndryshoi. Ishte një mëngjes i zakonshëm, ose të paktën duke i tillë. Ardiani po ecte në korridor, kur ndjeu një marramendje të fortë. U kap pas murit për një sekond. Doktor, je mirë? Pyeti një koleg. Po thjesht pak lodhje. Gënjeshtra e zakonshme. Por këtë herë, trupi i tij nuk ishte dakord. Rrahjet e zemrës i u rritën në mënyrë të çrregullt. Frymëmarrja ju bë më e vështirë. Djerës të ftohta i mbuluan ballin. Ai e dinte saktësisht çfarë po ndodhte. Dhe kjo ishte pjesa më e frikshme, sepse për herë të parë, ai nuk ishte mjeku në kontroll. Ai ishte pacienti. Ulu, tha kolegu, duke kapur nga krahu. Jam mirë, përsëriti Ardiani, por zëri i tij nuk ishte më i sigurt. Ai u përpoqte ecte, por këmbët nuk e mbajtën. Gjithçka u bë e paqartë. Zërat u larguan. Dritat u shuan ngadalë. Errësirë. Kur hapi syt, tavani ishte ndryshe. Jo ai i zakonshëm i spitalit ku ai punonte, por ai që e kishte parë qindra herë nga ana tjetër, si pacient.
një aparat monitorimi pranë tij biponte në mënyrë ritmike. Një infermiere ishte aty. Mos lëviz, i tha ajo me një zë të butë. Ke pasur një episod serioz. Ardiani u përpoq të fliste. Çfarë ndodhi? Infermierja hezitoi për një moment. Trupi i yt u dorëzua. Ai mbylli syt përsëri. Për herë të parë në shumë vite. Ai nuk kishte përgjigje. Kur mjeku bëhet pacient. Dhoma ishte e qetë. Shumë e qetë se çdo vend ku Ardiani kishte kaluar vitet e fundit. Nuk kishte britma, nuk kishte hapa të nxituar, nuk kishte alarm urgjence që thëriste emrin e tij. Vetëm bip, bip, bip. Ai e urrente atë tingull, sepse këtë herë nuk ishte ai që po e dëgjonte për të shpëtuar dik tjetër. Ishte ai vetë që po mbahej gjallë nga ai ritëm. Duhet të pushosh. Zëri erdhi nga e djathta. Ishte një mjek tjetër, më i ri në moshë, por me një shprehje serioze në fytyrë. Ardiani e njohu menjëherë. Ishte një nga kolegët e tij në repart. Ironike. Deri dje, ai I jepte urdhra këtij njeriu. Sot, po merrte udhëzime prej tij. Sa kohë kam qenë këtu? Pyeti Ardiani me zë të dobët. 2 ditë. Ai ngriti vetullat lehtë. 2 ditë. I dukej si disa orë. Ke pësuar një kolaps të rënd fizik. Vazhdoi mjeku. Stres ekstrem, mungesë gjumi, ushqim I paregullt dhe shenja të qarta të problemeve kardiake. Fjalët ranë sigur. Ardiani nuk foli. Ai e dinte. Sigurisht që e dinte. Por ta dëgjoje nga dikush tjetër, ishte ndryshe. Ishte reale. Do të duhet të qëndrosh jashtë punës për një kohë. Kjo ishte fjalia që e goditi më fort. Jo, tha me njëherë. Kam pacient. Kam turne. Ke një trup, e ndërpreu mjeku. Dhe ai trup po të thotë se nuk mund të vazhdoj kështu. Heshtje. Për herë të parë, Ardiani nuk kishte argument. Pas dite, një vizitore e papritur trokiti lehtë në derë. Një grua e moshuar hyri brenda, duke mbajtur një tuftë të vogël lulesh. Doktor, tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Ardiani u përpoq të ulej më drejt. Zonja Mira. Ajo ishte një paciente që ai kishte trajtuar muaj më parë. Një rast I vështirë, pothuajse I humbur, por ai nuk ishte dorëzuar, dhe ajo kishte mbietuar. E mora vesh që je këtu, tha ajo duke ju afruar. Nuk mund të mos vija. Ai ndjeu diçka të çuditshme në kraharor. Jo dhimbje, diçka tjetër. Ndoshta emocion. Ti më shpëtove jetën, vazhdoi ajo, por më duket se ke harruar të shpëtosh tënden. Fjalët e saj ishin të buta, por goditën më fort se çdo diagnozë. Natën, Ardiani nuk flinte. Jo sepse nuk mundej, por sepse mendonte. Për çdo kafe të tepërt, për çdo natë pa gjumë, për çdo dhimbje që kishte injoruar, për çdo herë që kishte thënë, do kujdesem për veten më vonë. Më vonë, nuk kishte ardhur kurrë. Në ditët që pasuan, ai u detyrua të qëndronte, të pushonte, të ndalej, dhe kjo ishte pjesa më e vështirë, sepse Ardiani nuk dinte si të ndalej. Një mëngjes, ai po shikonte nga dritarja. Qyteti vazhdonte si gjithmonë, makina, njerëz, ritëm. Asgjë nuk ndalonte, as kur ai ishte rrëzuar. Kjo e bëri të kuptonte diçka të thjeshtë, por të rëndë. Bota nuk varej nga ai, por jeta e tij po. Mjeku I tij hyri përsëri në dhomë. Si ndihesh sot? Ardiani mori frym thellë. Për herë të parë, po mendoi. Dhe çfarë po mendon? Ai heshti për një moment, që kam jetuar sikur isha I pavdekshëm. Mjeku buzëqeshi lehtë. Ky është gabimi më I zakonshëm. Ditën që u lirua nga spitali, gjithçka dukej ndryshe. Ajri, zhurmat, edhe drita. Ai ecte më ngadalë. Jo sepse nuk mundej më shpejt, por sepse për herë të parë nuk kishte nxitim. Në shtëpi, heshtja nuk ishte më e rëndë. Ishte e qetë. Ai hodhi syt rreth e rrotull dhe për herë të parë e ndjeu boshllëkun. Jo vetëm të shtëpisë, por të jetës që kishte ndërtuar. Një jetë plot punë, por pa ekuilibër. Ai mori telefonin, e pa për disa sekonda. Pastaj bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. E fiku. Ditët kalonin ndryshe tani. Ai filloi të hante rregullisht, të flinte më shumë, të ecte në ajër të pastër. Gjërat e vogla që dikur I kishte quajtur humbje kohe. Por ndryshimi më I madh nuk ishte fizik, ishte në mendje.
Ai nuk e shihte më veten si një makinë për të shpëtuar të tjerët. Ai filloi të kuptonte se një mjek i mirë duhet të jetë gjallë, i shëndetshëm, i balancuar. Përndryshe, ai bëhet pacienti i radhës. Disa javë më vonë, Ardiani u kthye në spital, por jo si më parë. Ai hyri në korridorin e njohur dhe ndaloi për një moment. Mori i frym thellë dhe buzëqeshi lehtë. Doktor, pacienti në dhomën 6 po përkeqësohet. Ai u kthye. I njëjti urgjencë, i njëjti ritëm, por një njeri ndryshe. Po vi, tha ai, por këtë herë pa nxitim të verbër, me kontroll, me vetëdije. Sepse ai kishte mësuar diçka që nuk shkruhej në libra mjekësie. Nuk mund të shpëtosh jetë duke shkatëruar tënden.